artistit madh, kjo familje, talentin e ka në gjak. Personazhet e tij janë nga më të pëlqyerat. Zonja dhe zotrinj, Gaz Paja! Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma. Faleminderit që frymëzoni me energjinë tuaj dhe më bëni dhe mua pjesë të saj. Si ndjeni, more, si ndjeni? Tu s'ka si ndjeni ndryshe, përveç se... Një rastësi e çuditshme më ndodhi tek Savia për këtu. Një miku ynë i përbashkët më kërkoi me insistim që të fliste në telefon dhe të jepte një mesazh të gjithë juve këtu. Ai është një doktor, po një doktor, jo ai që mendoni ju. Ai është një seksolog që me insistim kërkon t'ju japi një mesazh. Si thoni, ta dëgjojmë? E dëgjojmë atëre. Doktor, më lidhi me Amerikën? Jemi? Okej. Doktor, përshëndetje. Dulja tjeta morë byrë. Doktor, të falenderoj që na more në një moment të tillë. Pra, para zgjedhjeve të qershorit, ju doktor keni vendosur që të largoheni për në Shtetet e Bashkuara. Përse kjo? Apo kaloni mirat? Po, vallai, më mirë se ju po kaloj. Më vjen keq që e them këtë, po kështu siç e ka ta ndisët vendin ju. Doktor, po si ne mo doktor, ne jemi këtu për ta rregulluar vendin, ne nuk kemi gjendor. Kur them ju e kisha llafin tek qeveria. E kisha llafin tek qeveria se edhe pleqerin e tek disi deri në Amerikë. Ore, se këtu mor birë, voton në mëngjes dhe pa i zbritur autobusit të vjen mesazhi kush fitoi. Aha. Kurse atje tek ne mbanë radhën gjithë ditën për të votuar në Gjirokastër, e kur të vjen radha të thot ajo, po t'ish ne këtu more, para gjysore votove në Patos. E di mor doktori dashur, e di, por ne nuk kemi gjë në dorë për momentin, prandaj dhe jemi mbledhur. Megjithatë, këtu ka shumë të rinj që do donin një mesazh prej jush edhe pse jeni larg. Ku janë more, unë si dëgjoj fare ata. I dëgjove tani? Ca më tjatër. Po, tani s'ke kundërshtim, të lutem na thuaj mesazhin. Tashti, i bëj thirrja atij piktorit të marr Pinellon, atë që ngjihen me boj, edhe t'i jap një pikturë teatër Shqipërisë. Se edhe seksologjia e thot, vjen një moment që ai që është poshtë ngrihet lart, ai që është lart vete poshtë. Edhe ju të rinjve ju bëj thirrje, mbështeteni piktorin se i thonë trimi mirë me shok shumë. Faleminderit doktor.
Dhe silleni atë të shkretëri lindje se na plasë. Edhe diçka të fundit, në doni mos të vdes në Amerikë, të gjithë me mend në kokë në qershor, ore. Shikojeni mirë ku e fusni. Votën, ore, votën, s'keni që skërdhjeni. Edhe ta ndihmojmë se i gjatë është vetaj. Në rregull. Gëzuar festën, Akbeçi me shëndet. Gramoz, të fala. Po ja më thoni ju çfarë t'i shtoj këtij doktorit të nderuar, unë s'kam çfarë i shtoj, por përpara se të largohem, do doja të ndaja me ju diçka shumë personale. Ju të gjithë që jeni këtu nuk mendoj se keni lindur politikan, por të thirrur nga një mik, nga një shoku juaj, jeni bashkuar në një forcë të madhe, në një forcë që padyshim do të jetë para. Padyshim.